Përshëndetje të gjithëve të nderuar dëgjues, ju urojmë mirëmëngjes dhe ju ftojmë edhe sot për t'u informuar. Do të njihemi më njëherë me shtypin e ditës, do të fillojmë me gazetën e parë për sot. Bëhet fjalë për të përditshmen Panorama. Ajo si kryeartikull trajton hidhet drafti, amnistia, lirohen nga burgu 250 të dënuar. Drafti i Ministrisë së Drejtësisë, numri më i madh i përfituesve do të ketë ulje dënimi, vetëm 250 të burgosur do të lënë qelit. Replikat për buxhetin në kuvend, Berisha, deputeti i PS-s u padit nga e sëmura me sida. Majko, ironi me Ramën, humori hidhur se taksa përmirëson shëndetin në faqen 2. Mziu mbetet në burg, prokuroria shton 2 akuza të reja. Arrestohen adoleshentët 16 vjeçar i vën gjob biznesmenit në faqen 9. Transplantet e operacionet në zemër, paketa nga shteti në privat. Në faqen 6 me zgjeruar ky shkrim, ndërsa më tej lexoj. Berlusconi, libri i Adzef Plumit do të jetë ungjilli blu i partisë në faqen 21. Ndërsa në rubrikën e opinioneve do të lexoni modeli që po godasim nga Blendi Fevziu. Po buxhet, jo rilindje. Në faqen 18 një tjetër opinion. 100 ditët e politikës së jashtme të qeverisë Rama në faqen 18 dhe së fundmi. Dhurata e çmuar që ndryshoi botën. Do të fillojmë tek një tjetër e përditshme, do të kaloj tek Standard ajo për sot, hapet me kryartikullin Seanca maraton, përplasjet, akuza dhe debate deri pas mesnate për buxhetin e taksat. Në faqet 2 dhe 3. Qeveria Rama, çfarë fsheh buxheti i 2014-s? Vrasja në Mirdit, Barinjt e gjetëm të shtrirë kishte vrimën e plumbit në Kuriz. Në faqen 5 ky shkrim. Gjykata e lën në burg, Xhelal Mziu jam i pafajshëm, banorët e Kamzës protestojnë. Objektivi i qeverisë në qershor marrim statusin dhe datën e nisjes së negociatave. Në faqen 5. Trafiku i ikonave, 20 objekte kulti të vjedhura në kishat maqedonase. Në faqen 6. Emigrantët, skema për të përfituar pension në Shqipëri. Viti 1914 kur armët heshtën, paqja e Krishtlindjeve në faqen 20 dhe 21. 2 16 vjeçar në pranga grabitën biznesmenin me hanxhar e kërcënonin në telefon. Sërish në faqen 6 edhe ky shkrim. Ndërsa në faqen 4 do të lexoni. Basha në grup, i themi jo buxhetit të krizës, ta ndalim para se të jetë vonë. Mbyllet procesi, kompensimi i pronarëve, shpërndahen 300 milion. Bashkia Tiranë, festat 3000 dhurata për fëmijët e çerdheve. Ky shkrim vijon në faqen 18. Kaloj tashmë tek titujt kryesor të gazetës Shekulli. Rritet mosha për pensionet, Erion Veliaj, kush do pension më të lartë se 28.000 lekë të paguaj siguracionin vullnetar. Skema e falimentuar propozohet rritja moshës së daljes në pension, 65 për gratë dhe 70 për burrat. Është ky artikulli kryesor i të përditshmes Shekulli, ndërsa më tej lexoj, dosja e plotë e prokurorisë. Mziu mbetet në burg si u akuzua nga bashkia. Dhe më tej, prokurimi publik, reforma dhe sfidat. Në faqen 9. Drejtuesit e rinj shtyen zgjedhjet në PD, nuk do të votohet me parimin një antar një vot. Në faqen 11 ky shkrim. Gjykata e apelit rrëzohen akuzat për gjyqtarin Tabaku, i dha pafajësinë Xhakjes. Në faqen 2. Rama, buxheti më i madh në histori. Berisha aplikon me fjalor ordiner. Në faqet 6 dhe 7. Edlira Mema, sot këshilltare, nesër edhe në politik. Në faqet 18 dhe 19. Berisha, $2 milion vrasësve të 21 janarit. Në faqen 10 ky shkrim. Basha punson në bashki ish drejtorin e IT-së së tatimeve. Roland Rista u akuzua për fshirjen e serverit me deklarata fiskale të bizneseve. Dhe së fundmi, Frederik Ndoci, edhe po e fitova festivalin, nuk pranoj të shkoj në Eurovision. Ky shkrim vijon në faqen 16 dhe 17. Vijoj tashmë tek Tirana Observer. Njeriu i vitit 2013 fitojnë Ilir Meta, Adi Krasta, El Hajdadani dhe Ergys Kaçe. Është ky shkrimi kryesor i kësaj të përditshme për sot, ndërsa më tej lexoj.
Batutat, projekt buxheti, Rama dhe Berisha, debat dhe thyerje, në faqet 6 dhe 7. Dosja Taçi do të hetohen edhe drejtuesit e bankave, në faqet 14, ndërsa më tej lexoj. Kryebashkiaku, gjykata lë në burg pa afat, Mziu jam i pafajshëm, në faqen 9. Dhe në faqen 20 do të keni mundësi të lexoni Shëndet, ushqimet që ndihmojnë mëlçin të pastrohet. Ndërsa në rubrikën e opinioneve sot nga Gëzim Tushi do të lexoni qytetërimi dhe jeta private si qëndres individuale. Një fratar të Mallakastrës, atje ku hodhi themelet e para Idris Dizdari. Është ky shkrimi i cili vjen në faqen 18 dhe 19 nga Myslim Pasha. Futboll, skuadrat më të mira dhe më të këqija për vitin 2013. Me zgjeruar ky shkrim vjen në faqen 23. Ndërsa, së fundmi do të lexoni 20 VIP-at më bamirës të vitit 2013 në faqen 13 vjen. Kaloj tek e përditshmja Mapo. Drafti në qeveri, amnistia, liri për të dënuarit deri në 2 vjet burg. Projekt ligji për amnistin parashikon lirimin e të burgosuve që u ka mbetur 1 ose 1 vit e gjys burg gjatë mbi 55 vjet. Pra ulet 1/4 e dënimit për pjesën tjetër të burgosurve përjashtohen nga amnistia të gjithë të dënuarit për krime të rënda. Është ky shkrimi kryesor i cili hap të përditshmen Mapo sot, ndërsa më tej lexoj. Moratorium edhe për gjuetin, qeveria e ndalon për 2 vjet. Basha, ky buxhet godet suksesin, të gjithë dalin të humbur. Në faqen 3. Debati për buxhetin kthehet në parodi, replikat e seancës maraton. Do të keni mundësi të lexoni në faqen 5. Kryebashkiaku Mziu mbetet në qeli, nuk kam lidhje me tenderat. Çmimi Onufri përzgjidhen 12 artistë të brezit të dyshimit. Në faqen 17. Propozimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Thaçi, Dačić dhe Ashton kandidat për Nobel. Në faqen 11. Rama zbut tonet me biznesin, si janë ata që i pin gjakun popullit. Në faqen 2. Ndërsa në faqet 14 dhe 15 do të keni mundësi të lexoni këto opinione. Kryereforma e dytë dhe Big Brother. Politika ekonomike e reformës fiskale, qasja graduale. Dhe së fundmi, kryeministri konfirmon, Shqipëria nuk ka qenë në krizë. Do të vijoj tashmë tek një tjetër e përditshme. Kaloj tek Gazeta Shqip. Skema e mashtrimit me karburantet. Vakumi ligjor që lejon abuzimet e kompanive me sasit dhe çmimin. Është ky shkrimi kryesor për sot. Seanca për buxhetin degeneron me sulme e akuza mes deputetëve. Batutat mes Ramës e Berishës vijojnë në faqet 2 dhe 3. Deputetët e rinj bëjnë betimin në kuvend, në faqen 4. Moratorium 2 vjeçar, gjuetia, aktiviteti i ndaluar në Shqipëri, në faqen 11. Ngrin pasuritë e familjes Taçi, në faqen 5. Miting para gjykatës, Mziu mbetet në burg. Manipuluan zgjedhjet, burg për komisionerët e Dajçit, në faqen 14 ky shkrim. Fier, emigranti vret veten me thik, u lë një letër familjarëve. Në faqen 15, spitalet private me çmime shtetërore. Në faqen 10, edhe ky shkrim, ndërsa në faqet 8 dhe 9 do të keni mundësi të lexoni këto opinione. Qosja përsëri gabon, Enveri ishte Hitler. Nga Andrea Stefani. Refuzimi i statusit si ftesë, nga Enri Hide ky shkrim, ndërsa në faqen 21 do të lexoni Onufri, një konkurs artesh për njerëz të pjekur. Ndërsa në rubrikën ndryshe, kjo e përditshme trajton moti, pijet që ju ngrohin gjatë dimrit, në faqen 17. Dhe së fundmi, projekti për të nxjerrë Tiranën në det, në faqen 18. Vjoj tek e përditshme e fundit për sot, Panorama Sport hapet me kryartikullin. Partizani, 5 blerje të mëdha në janar. Starton merkatoja e kuqe, ja cilët lojtar synohen nga demat. Mëtej, babagjyshi Debjazi Shqipërisë do t'i dhuroja një stadium, në faqen 2. Ankandi, Zeqiri e Lena kushtojnë 200 milion lek, në faqen 6. Daniel Xhafaj, topi i art i superiores.
Sulmuesi i Vlonjati Teutës shpallet lojtari i vitit 2013 në faqen 3 vjon. Halili i aplani për shpëtimin e skuadrës në faqen 4. Ndërsa nga Besnik Dizdari do të keni mundësi të lexoni shkrimin e tij në faqen 13, rënja e Sport Klub Tiranës dhe merkatoja e janarit. Lila Hero, gol dhe kontrat 3 vjeçare. Sërish në faqen 3 edhe ky shkrim. Angli, Arsenali dhe Chelsea ndajnë një barazim të mërzitshëm. Inter, Tohir ndëron mendje, yjet nuk lëvizin në janar, në faqen 14 vjon. Kriza, Milani më i keq në histori, ekipi pa karakter, në faqen 15. Dhe së fundmi, Spanjë, City, projekt sekret për Mesin, vjon në faqen 17.